Një incident jo i zakonshëm, por që përsëritet herë pas here në qytetin Kroat, ndodhi këtë mëngjes në rrugën Miramarska të Zagrebit, ku një autobus dy katësh me targa të Kosovës beti i bllokuar në një nënkalim më të famshëm dhe problematik të qytetit. Autobusi me një lartësi prej 4 metrash tentoi të kalonte në nënkalim që ka një kufi të lartësisë prej vetëm 3,65 metrash, duke përfunduar i ngujuar në pjesën e sipërme të tunelit, sipas raportimeve të portalit kroat Intex.hr. Incidenti ndodhi në orët e para të mëngjesit, me një kohë kur trafiku në rrugën Miramarska është i dendur për shkak të fluksit automjeteve që lëvizin drejt qendrës së qytetit apo stacionit kryesor të trenit. Autobusi u ngujuar në korsinë e majt, duke bllokuar lëvizjen e mjeteve dhe duke shkaktuar një bllokim të madh trafiku, i cili u përhap edhe në korsinë e djathtë për shkak të përpjekjeve për të zhbllokuar situatën. Dëshmitarët okularë që ndodheshin në zonë treguan për një situatë që nisi me tension, por që u zgjidhi relativisht shpejt. Sipas tyre, drejtuesi i autobusit reagoi me kujdes dhe pas përpjekjeve të koordinuara, arriti ta tërheqë mjetin mbrapsht pa shkaktuar dëme të mëdha materiale. Gjatë operacionit për të larguar autobusin nga nënkalimi zgjati rreth 20 minuta dhe më pas trafiku filloi gradualisht të normalizohej. Ky është një nga ato vendet në Zagreb që njihet për këtë lloj incidentesh. Nuk është hera e parë që një autobus apo kamion ngec këtu për shkak të mosrespektimit të kufizimit të lartësisë, shkruan Index. Ata theksojnë gjithashtu se ky është një problem i kahershëm për qytetin dhe se pavarësisht tabelave paralajmëruese për kufirin e lartësisë, ngjarje të tilla ndodhen shpesh. Deri më tani nuk ka informacione për ndonjë person të lënduar apo për dëme të konsiderueshme në autobus. Sipas mediave vendase, autoritetet kroate nuk kanë dhënë ende ndonjë deklaratë zyrtare të lidhur me këtë incident, por pritet që të ketë një hetim për të përcaktuar shkaqet dhe nëse ka pasur neglizhencë nga ana e shoferit. Ky incident është një tjetër kujdes për rrezikun që sjellin mosrespektimi i kufizimit të qartë të infrastrukturës rrugore dhe nevoja për të shtruar kontrollet, veçanërisht për automjetet e transportit publik që operojnë në rrugën ndërkombëtare. Ndërkohë, drejtuesit e automjeteve që lëvizin në rrugën Miramarska janë këshilluar të tregojnë kujdes të shtuar dhe të ndjekin udhëzimet e policisë deri në normalizimin e plotë të situatës. Ngjarje të tilla theksojnë edhe një herë rëndësinë e teknologjisë dhe sistemeve të navigimit të avancuara për automjetet e mëdha që do të mund të paralajmërojnë automatikisht drejtuesin për lartësinë e lejuar në rrugë urbane dhe për të shmangur incidentin që mund të rezultojnë të rrezikshme për jetën dhe pronën. Ndërkohë, qytetarët e Zagrebit duket se nuk janë të habitur me këtë zhvillim, pasi nënkalimi në fjalë ka fituar tashmë famë për kapjen e automjeteve të mëdha. Për fat të mirë nuk pati pasoja të rënda, por është koha që autoritetet të ndërmarrin masa më serioze për të parandalur raste të tilla.